po themi zhvillimi më i fortë dhe më i freskët në kohë, si ky i orëve të fundit mes autoriteteve shqiptare, konkretisht SPAK-ut, Italisë, Spanjës, Eurojust, lidhur me goditjen e një rrjeti të rëndësishëm e të rrezikshëm kriminal, ku edhe një herë tjetër autoritetet e antimafjas italiane dhanë alarmin se në Shqipëri pastrohen parat e krimit. Do doja një pyetje fillestare, si e klasifikoni ju këtë goditje dhe pse goditje të këtij niveli ne i realizojmë gjithmonë fal partnerëve? Në fakt ka shumë kohë që shumë raporte të institucioneve ndërkombëtare, sidomos atyre evropiane, e trajtojnë Shqipërinë për fat të keq si lavatriçe të parasë së botës krimit. Të veprimtarisë paligjshme kryesisht të aktivitetit të trafikut ndërkombëtar të drogës. Madje për fat të keq implikojnë edhe segmentet qeverisë shqiptare të cilët favorizojnë këto organizata kriminale me leje ndërtimi qoftë në Tiranë, qoftë në Bregdet. Madje në këtë operacion italianët dhe spanjollët e etiketonin Tiranën si qendra e pastrimit të produkteve të veprës penale. Po gjithsesi, domethënë unë si ish drejtues policie dhe ish oficer policie për 3 dekada, shpreh mirënjohje, respekt dhe falënderime të gjitha agjensive që janë të angazhuar në këtë sipërmarrje të luftës kundër krimit. Qoftë Europolin, Eurojustin, qoftë autoritetet e Guardia di Finanzës dhe ato spanjolle, dhe besueshmërinë që ato kanë me disa institucione në Shqipëri si SPAK-u, përfshi edhe Policinë e Shtetit, se për një periudhë kohën, për hir të vërtetës, për shkak të leadershipit të implikuar në disa probleme, domethënë qenë distancuar në kuadrin e bashkëpunimit dhe me ardhjen në krye të policisë të Skënder Hitajt, një oficer me integritet dhe personalitet në rritje për menaxhimin e policisë së shtetit, është rritur edhe besueshmëria. Kështu që duhet falendëruar edhe Policia e Shtetit shqiptare që të paktën kohët e fundit nuk po nxjerr më sekretin operacional për ato aktivitetet të cilat dirigjohen nga shërbimet e huaja me besueshmëri të SPAK-u, po patjetër se duhet të bashkëpunosh me Policinë e Shtetit sepse në një operacion të luftës kundër krimit, kur nuk përfshin Policinë e Shtetit, mund të ndodhin edhe konfrontime dhe përplasje e mund të ketë viktima. Gjithsesi, me bëri përshtypje diçka. Goditjen e drejtojnë autoritetet italiane dhe spanjolle. Ndërkohë që antarët e grupit kriminal më së shumti ishin shqiptarë, 11 shqiptar, 4 italian. Aktivitete të shumta të biznesit, 4 biznese që janë të sekuestruar, një shumë e konsideruar para kesh që kalon në afërsi 412.000 euro. Jo, 680 e sa mijë euro kesh. Okay. Ndërsa pasuritë e tjera pastaj kalonin në shifra shumë të mëdha, sepse ishin 4 aktivitete biznesi, ishin mbi 8 ose 10 makina luksoze që përdoreshin në Shqipëri, edhe në Itali. Kështu që për mua personalisht ky është një operacion i radhës, sepse në përgjithësi të tilla kanë qenë operacionet ku janë të implikuar më shumë se sa 15 persona, të cilat janë potencial në botën e krimit për sa i përket trafikut drogës dhe pastrimit produkteve të veprës penale. Edhe pak më parë edhe në vazhdim kështu i kemi patur me 29 masa arresti, apo ka patur raste që ka patur edhe 45.000 herësh, por ajo që është interesante është që masat e arrestit nuk ekzekutohen. Ose një pjesë e tyre largohen, ose një pjesë të tyre i njoftojnë, pavarësisht se ku rrjedh informacioni. Këtu është jo për të tërhequr vëmendjen, por autoritetet shqiptare tashmë e kanë sfidë me botën e krimit, rujtja e sekretit të operacionit, për të rënë në rrjetën e policisë dhe të SPAK-ut, të BKH-s, drejtuesit
e grupit kriminal. Se po që se do kapen vetëm anekset e grupit kriminal dhe krerët e grupeve kriminale do të qëndrojnë të lirë, normalisht ky grup kriminal nuk quhet i eliminuar, ata vazhdojnë të drejtojnë aktivitetin kriminal dhe të pastrimit produkteve veprës penale në Shqipëri edhe për vite e vite me radhë. Siç ka ndodhur rëndom në Shqipëri, ku është akuzuar policia e shtetit për nxjerrje sekreti, dhe unë nuk kam dëshirë që të ndodhë tani e më pas, sidomos për sa kohë thjetë në drejtim, një oficer me integritet dhe sinqerisht i ndershëm, siç është Skënder Hita. Tani, besoj ma shmange pak pyetje lidhur me e para klasifikimin e kësaj lloji goditje,